Bajram Hajdari. Zotri Hajdari, përshëndetje, si po ecën procesi verifikimit të votave në qendrën e numërimit në Mitrovic? Përshëndetje për juve, domthonë deri në këto momente që po bisedojmë, janë numëruar gjithsej 100 kutitë të vendvotime, janë verifikuar. Pak dhe kanë mbetur edhe 5 kutitë e fundit për verifikim. Po, ka pasur ndonjë fletvotim në fakt që është hasur edhe sot me parregullsi, ndonë se ne i pamë disa nga ato. Po, ka pasur rastin edhe sot gjatë numërimit, në verifikimit, ka pasur disa raste, dhe në rreth 10 fletvotime që janë me numra të vendvotimit të ndryshme, kështu që na deri në fund të përfundojmë krejt verifikimin, pastaj do ta bëjmë një raport përgjithshëm edhe përfundimtar. Po ku është problemi të këto fletvotime ndërrum? Ka manipulime si po thuhet, janë bartur prej qendrës në qendër, prej vendvotimit në vendvotim? Këto nuk e dim, vetëm çka është nga numëruar po verifikohet gjatë verifikimit, ka fletvotime ku numri i vendvotimit X ngjitet në një vendvotim tjetër, po raste të tilla ka edhe të fletvotimet e papërdorura, domthonë në përdengje të cilat nuk janë përdorura, kështu që këto domthonë çto probleme nëse domthonë të këto fletvotime janë çto domthonë zakonisht të numri i vendvotimit. Sa gjithsej numri këtyre fletvotime që ju ndryshojnë numrat sërik deri më tani që nga procesi kur ka filluar pra? Meqense ka përgatitur raportin përfundimtar, domthonë janë diku deri në këto momente rreth 75-80 fletvotime me tilla, kështu po këta do të na nuk është përfundimtar, jemi duke bërë raportin përfundimtar bashkërisht pas përfundimit komplet, kështu që do ta kemi një raport më detajuar edhe më të saktë. Ku po shkojnë këto fletvotime me numra të ndryshëm sërik? Po kthehen në kutinë, domthonë ne ka marrë evidencë dhe për secilin fletvotim, kështu që ato kthehen në kutitë e votimit. Pritet që sot të përfundoj procesi, kur praktësisht mund të përfundojë i gjithë? Mendojmë diku nga ora 14 besoj që e përfundojmë. Faleminderit ndërrum shumë për kohën. Sigurisht, ne do të vazhdojmë të qëndrojmë deri në orën 14 për të kuptuar më pas se si ka rrjedhur i tërë procesi i verifikimit dhe numërimit të votave, se sa fletvotime ka me numra të ndryshëm sërik gjatë numërimit të këtyre votave, pra në të cilat kanë hasur zyrtarët përgjegjës për numërimin e tyre. Ne do donim që këtë linë ta zhvillonim brenda qendrës, por ishte e pamundur me që kishim probleme me sinjalin. Sigurisht, besoj janë në transmetim edhe pamjet direkte që pak më parë kemi realizuar në këtë qendër, ku gjatë qëndrimit tonë në këtë qendër kemi hasur pra edhe sigurisht numëruesit kanë hasur në fletvotime të tilla, të cilat dyshohen të jenë të manipuluara gjithmonë sipas deklaratave publike që kemi pasur, sidomos nga zyrtarët e Partisë Demokratike të Kosovës në këtë qendër, por jo vetëm edhe brenda partisë do thotë në selin qendrore në Prishtinë. Kemi parasysh që kjo zhvillim dhe nisja e procesit të numërimit të votave në komunën e Mitrovicës së Jugut erdhi me urdhëresë të prokurorisë themelore në Mitrovic, e cila pra e dha këtë urdhër pas përgjigjës zyrtare që mori nga kompania përgjegjëse për printimin e fletvotimeve, kompania slovene CETIS, e cila kishte sqaruar do të thotë prokurorin, po ashtu edhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, se bëhet fjalë për një gabim, pra që problemi kishte ndodhur në njërin nga 4 pllakat e printerit me ngjyrë, i cili është përgjegjës për shtypjen e numrit të qendrës së votimit në fletvotime, për çka edhe ka marrë përgjegjësinë për këtë gabim, siç ka thënë, por gjitha këto mbetet të shihet dhe të hetohen, sidomos nga ana e organeve përkatëse dhe më pas do të kuptohet se për çfarë saktësisht bëhet fjalë. Tani uftoj të ndjekim do të thotë disa shpjegime të zyrtarëve të numërimit të votave me këto fletvotime të dyshimta, me këto fletvotime pra ku numrat sërik do të thotë janë të ndryshëm. Ndjekim tani. A ka ndonjë gabim këtu? Ku është gabimi? Numri sërik është ndryshe. Numri sërik pra është ndryshe. Ka të tilla që keni hasur vazhdim gjatë ditës së sotme? Kjo është e treta, më i më thonë? Që keni hasur? Këtu do më thënë është problemi, apo? Të numri sërik. Të gëna njerë që është problemi? Që numrat sërik, do më thonë është e klasës tjetër. Për cilin vendotim është në fakt kjo tash që është prej nuk e di në cilë vendotim është që sa fletvotime janë që shtë në den? Të këna ka ndu dhe më thonë e treti rast. Numri sërik është i tjetërës klasë, e fletvotimi është tjetër klasë.
E çka po ndodh me çito flet votime çështë? Po i ndani? Po, zakonisht po. Janë pavlefshme këto? Apo Jo, ishin ndojnë ato, pastaj Raportohen ishën në libër dhe mastaj është kamera jo. audio, veç audio. Ta i raportohen ishën në libër, mastaj e kemi obligim ja udhon edhe hetues dhe policor, mastaj ata vendos. A ka ndaj gabim këto? Ku është gabimi? Më thonë, Në ministeri. në Serek është ndryshe. Numri Serek pra është ndryshe. Ka të tilla që keni hasur vazhdim gjatë ditës sotme? Kjo është e treta, më thonë, Që keni hasur? Këtu do më thënë është problemi, apo? unë të në Serek. Të vjen edhe njerë që është problemi i saj? Që numrat Serek, në më thonë është e klasës tjetër. E për cilin vendotim është në fakt kjo tash që është pajisë prej Nuk e di në cilë vendotim është që. sa flet votimi janë çështë me deni? Tek na ka ndodhur domthonë e treti rast. Do thonë numri Serek është i tjetrës klasë, e flet votimi është i tjetër klasë. E çka po ndodh me çito flet votime çështë? Po i ndani? Po, zakonisht po. Janë pavlefshme këto? Apo Jo, ishin ndojnë ato, pastaj Raportohen ishën në libër dhe mastaj Kjo është 11-18-02, a normal është 11-22-01. Po më thonë që është ndryshu shkolla, është ndryshu klasa mbrana shkollës. Jo, është shkolla ndryshu. A mundesh me ditë sa është distanca dhe për çfarë shkolla bëhet kjo, se me ditë që është problem me ditë. Nuk e di A shkolla. janë shkolla afër, a janë shkolla larg? Jo, është lart, nuk janë lart. sa të tilla keni vrejtur sot gjatë lëndimit? Në më thonë, tavolinën tëmë është e para. Do të thonë po i bie që pensojmë që kjo flet votim është i një shkolle tjetër. E që kjo është i një shkolle tjetër, po këto janë gjetë me një vend. Në një vend qoftë. Çka po ndodh me këtu? Veç po ndohen tani vendosët prej KSS-s besoj çka ndodh me këtu. Po, në vendosë për këtë qëzët, po të e kompetente. A keni hasë sot? Jo, në tavolina me e para jetë, në më thonë, që kjo fletë. Dja ka pas rast të tilla, kam atje Yes, kam jena po, një vend votimi. Nuk më shpresë se s'dje së më konë. Në një vetësoj, Bajram Fetar. Ju mduhet sa? Po, numërës. Nga oke, apo? Në oke. A të thënë ka kamera? është gjithë shumë? Është për një numër po dallaj, ka më shumë. Një të Po, jo, 11-18 të kjo në 22. Jo, dallimi është i madh. E më ndregu? Faleminderit. Kalon. Pra, këto ishin deklarimet e komisionerëve që na i solli kolegja Valmira Hoti nga qendra e numërimit në Mitrovicën e Jugut. Valmira, i pam këto, çfarë thuhet tjetër për te këtyre që ju na i keni dërguar dhe rrëfyer deri më tash? Çfarë thuhet nga komisionerët? Nuk thuhet diçka tjetër, vetëm ishte ky shpjegimi i tyre, pasi që të gjithë do të përmbahen rreth asaj se nëse bëhet fjalë për një manipulim të fletvotimeve apo diçka tjetër, por sigurisht kjo i mbetet, siç e thash edhe më herët, organeve përkatëse të hetojnë dhe të zbulojnë se çfarë bëhet, do të thotë kështu në qendrën e numërimit të votave në Mitrovicë dhe me votat për kryetar komunash punegar, pra ishte kandidati i lëvizjes Vetvendosje Faton Peci dhe kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës, do thotë Arjan Tahiri. Gjitha ato mbeten pra tutje të verifikohen dhe të shihet përfundimisht se a janë të vota të vlefshme, a pati manipulim të tyre apo jo. Por kemi pretendimet e Partisë Demokratike të Kosovës, zyrtareve të saj përgjegjës në qendrën komunale të numërimit, të cilët pra pretendojnë se ka pasur manipulim të votave për shkak të, siç e tham edhe më herët, numrave të ndryshëm Serek në fletvotime. Sipas tyre, votat janë bartur jo vetëm nga klasa në klasë, por edhe nga shkolla në shkollë, pra nga qendra në qendër. Por gjitha këto pretendime sigurisht që janë mohuar nga përfaqësuesit e lëvizjes Vetvendosje. Ne kemi pasur rastin të bisedojmë edhe me ta, sidomos me një asamblesë të lëvizjes Vetvendosje në komunë të Mitrovicës, i cili ka thënë që do thotë këto janë vetëm dyshime të atyre që gjithmonë humbin në zgjedhje, pra janë dyshime të zakonshme të humbësve të zgjedhjeve dhe se nuk bëhet fjalë për të tilla manipulime, pasi sipas tij
pra procesi i votimit në këtë komunë ka qenë demokratik. Këto janë gjitha informacionet nga qendra komunale e numërimit në Mitrovicë të Jugut, ku më pas ne sigurisht do të qëndrojmë edhe me tutje për të kuptuar nëse do të përmbyllet pra i gjithë procesi, ku kanë mbetur pra edhe 5 vendvotime të verifikohen e më pas të shohim se çfarë është rezultati. Valmira, ke pasur mundësi të jesh në Mitrovicë edhe dje e sot po kështu. Çfarë thon njerëzit? Çfarë thon qytetarët e Mitrovicës? Se di se ke anketuar disa prej tyre, por natyrisht që njerëzit flasin sa herë që shohin gazetarët i shpalosin shqetësimet që ata kanë. Çfarë shqetësimesh kanë qytetarët në Mitrovicë në lidhje me këtë proces? Po në këtë gjithë zhvillim është e pamundur që mos të kemi edhe anën e qytetarëve, ata të cilët kanë qenë pjesëmarrës në procesin e votimit në komunën e Mitrovicës së Jugut. Ne pra një ditë më parë kishim rastin të bisedonim me ta, të merrnim edhe mendimet e tyre se çfarë mendojnë për këto pretendime për manipulim të votave. Kishte të atill qytetarë të cilët thonin se ishin edhe vetë dëshmitar të ardhjes së gjipave të zi, do të thotë nga ana e pushtetit qendror në Mitrovicë të Jugut dhe qëndrimit të tyre për një kohë të gjatë para balotazhit në këtë komunë. Dhe sipas tyre pra ka pasur manipulim të votave, madje edhe sipas tyre vjedhje sistematike të votave me shumicë, siç kanë thënë gjithmonë deklarimet e tyre. Por ka dhe qytetarë të cilët nuk mendojnë se ka pasur manipulim të votave. Ata mendojnë që procesi ka qenë i rregullt dhe se nuk ka pas vend për të tilla parregullsi dhe manipulime. E ka të atill që mendojnë që ka pasur pak, por që nuk ndikojnë në procesin zgjedhor dhe në rezultatin e votave në këtë komunë. Sidoqë që tjerë janë vetëm mendimet e qytetarëve, çfarë mendojnë ata dhe gjitha u mbetet organeve kompetente. Valmira, të faleminderit shumë për gatishmërinë dhe këtë paraqitje direkte në emision. Punë të mbar juve në Mitrovicë.